Ka njësë pej non-stop, pej prom me i diskutu, nuk është jenë aty diskutu në atë pak të sot, kështu që ata kanë muqu me lemz dhe kam ju shku dita me lemz. Inshallah ju shkojnë edhe loja që shto dhe janë njësë në aktivizohen bile pak. Urojmë edhe ne këtë, faleminderit shumë që jeni bashkë me neve, po ashtu ju ofrojmë një mirë së ardhje edhe gazetarit Lurik Kajtazin, të cilin e kemi në një lidhje të drejt për drejt. Mirë mëngjesi Lurik, faleminderit shumë që je bashkë me neve. Mirë mëngjesi Lurik. A mujtë me uzgju, apo të pëlqen paneli, Lurek? Qëfar mujtë më zgju, ma shëftyrën. A s'ke flajt heq? Heq. është nëci që të kemi edhe ty me këtë panel shumë të mirë sot. Faleminderit që u lidhe. Gjithashtu faleminderit. Alo për gjëmë shumë Luriko, se kam betë po besoj shumë të shiku Big Brother. Si krejt nave që kjo halo ma keq. Jo në dërzova, dikun ora 12:30 tash hajta, një qka tash po flaj, hi nesër, këqyrin YouTube, qka ka ndodhë, vetë të shkurta që po i publikojnë edhe aty po shijet krejt nxarja që ka ndodhë ma të rëndësishmet që kanë qenë. Alo ma keq se krejt jo, në që se Luriko zgju tash është në shpit vetëm, për ndryshë në këmë u thupi prizreni sot me qeni pranishëm studia. O, faleminderit shumë. Ka dhe mazi. Lurek mos u anko. Shumë mirë, ka njerës që ndalë punë në ora 9 dhe jënë këthy në 3, edhe përqohen të lirë në 8. Ankesat nuk kanë fund, po të kthejmë të ajo për cilin jemi mbledhë sot, po njësi me ty Exon, si e pa mbrojme në mbrëmshëm në fakt. Si të do, kush ishte kryefjala për ty? Tash për momentin po dihet se kryefjala e Bigut për momentin është tek Labi, edhe për kundur asaj se si pas gjitha ndodhive të cilat po ndodhin kohëve të fundit, kam përshtypjen se tek një gjë nuk pajtona tek pjesa e Labit, sepse gjuha e trupit nuk është se i përputhet shumë ato të cilat i thot, edhe për ata më duket shumë kontrovers, edhe në të njëjtën kohë nuk është koherent. Edhe për kundur asaj që ma merr mendja se ai e ka shfrytzu pak edhe pjesën që është fut edhe një javë më pas apo sa i ra mrapa më u futi, diku një javë. Qashtu diçka një javë gjys? Një javë gjys, edhe ma mërmenja se është një plus për ta automatikisht duke ditë se kush është fut mrena edhe duke analizu lojën e gjdo kujt tjetër. Po si do që tjetë, kam përshtypjen se gjdo kush në momentin sepse kam qef paka shumë edhe me studiu pjesën e body language gjuhës trupit. Gjithmonë bazonat e pjesa e Labit që gjuha e trupit nuk i përkon me ata qka e fol. Edhe për ata ndoshta nuk mundet me dalë edhe shumë i lezetshëm edhe i dashun te publiku. Po mendimi ju të adeja pas hyrjes e Labit në shtëpia, mendojnë që ndroj komplet rjedha e lojes? Aty në kumë ra me flajt, se kumë po hajgore. Labi ka qenë prej momentit parë, prej konikës parë që është transmitu, ka qenë një 3 e radhe ze Labi, po besoj ki pjesën e parë ke mujtë me pa. Di e kemi pa gjithë, vetëm se Labi nuk i di mus po më pëlqenë, shumë po vrej që ka i me një synem, mirë ka thonë edhe fillën banorja shkurta që tregoj që ka hi me një synem krejt me ishti, me u ka safyt me zveti, po edhe kë në pa me janë dzirë ma të këqijat, me një fjallë me ishti me u bo nërvës, po me ju kap njerëzë me thonë sa kja që e vesh, pse e vesh si femën, kjo po mdo këtë shumë banale dhe po mdo këtë diqka që s'ja vlen me përmen, sidomos me një edicion 3 të Big Brother, ku po e dim që si edicioni Big Brother ka evolu edhe po besoj që edhe njerëz kanë fillu me di si qka është e menë që me jo me u ka për gjana te për banali, kështë që s'po më pëlqen, po më ftyrë mirë, po do këtë botoksin këgja mira. Nuk është që në argument ata që ka e thot. E ka pranu dhe i veç që e ka pjesën e botoksit, prandaj nuk është ndoshta edhe udhës që t'i gjykoj tjerë qofë për veshë, qofë për stilin e ti, me qenë se dhe veç ka ato... Desha të ndërlidhëm edhe tek pjesa, mëse the si i gjykon të tjertë, desha të ndërlidhëm pak edhe pjesa kur i gjykon zakonisht të tjertë për mënyrën se si e flasin Shqipen. Menja se Labi është njëri prej banorëve të fundit, duke ju nisë gjithë shikuesve, duke ju thënë që nuk kam personale mas kë, sidomos familjar që fse na ndjekin, por ndryshe jam një gazetar i pavarur dhe asnjëherë nuk ndodhem në këtë studi duke mos e njohur asnjërin nga ata të cilët janë futur brenda duke mos pasur kontakte me asnjërin prej tyre. Po Labi është i fundit ai i cili mundet me fol sa i përket pjesës së gjuhës. Mundem me vrejt edhe pjesën e artikulimit fjalëve të cilin e bën, munda me thonë se ka probleme më shumë se çdo kusht tjetër. Besa edhe më shumë se sa ata të cilët jetojnë jashtë vendit, domethënë që kemi të pranishëm Big mrena. Po Lorina, ti si ke parë qëndrimin dhe zhvillimin e Labit për që ka hyrë në shtëpi? Ka bu shumë zhurmë. Këta përshojmë se 2 orë të para të prajmit janë diskutu vetëm të Labit, po sjelljet e Labit për mu, se di, më kalon shumë përshtypje. Labi, përshojmë si një banor të fort për shkak kësaj arsyes që e ka bu
një lugë mrena. Ka shti krejt me zveti me pas diskutime edhe po se di mënyra e qasjes me femra, mënyra e qasjes me çdo banor realisht për mu nuk është në rregull. Është njëri fundit që mundet me gjyku stilin e veshjes të lëndrimit, apo Hygerta a i ka shkru një Pas pa kalojme dhe ta jo pjesë, po e shumë pika të tjera, po për mu sjelljet e labit nuk e di, janë shumë çuditshme. Janë arrogante, janë ofenduse? Si etiketon ti këto? Nuk muj me përshkru se shumë me një moment tu diskutu, diçka tu e ofendu, mas 2 minuta vjen thot, unë e për të mirën tane, dhe më thonë është një njeri shumë bipolar. Lorek, ti si producent editor i Big Brother VIP Kosova 4. Si e ke parë qëndrimin e labit aty, a mendon që i ka ndru krejt rrjedhën e lojës brenda shtëpisë, se po bestojnë ndoshta veç nisen me u shoqëru banorë të tjerë edhe me zonat, me qëndru në fakt në zonën komfort të tyre, po labi pak i tundi. Unë mendoj që kosti i komplet Big Brother, veç se ka nisë me udhëhecë dhe banorë që janë selektu, do me thonë janë shumë të ndryshëm njëri me tjetrin, kjo edhe pe vrejmë se cili i kem pa edhe bisedat që i kam pas, kështu që besoj që veç se loja, veç se ka nisë do me thonë me fillu, edhe po shpresojmë që ka me vazhdu kështu për shkak se banorët kanë premtu edhe po shfaqin ka shumë potencial që kanë me dhezë në të ardhmen. Po labi specifikisht? Labi specifikisht si labi që kanë gjoftja që ashtu edhe njëti mranda. Egzon, e nisëm me përmend pak edhe çështjen me lundrimin. E pam gjatë prajme që ka qenë gjatë javës një diskutim mes tyre, jo shumë i mirë, madje ofendus për të dyja palëve. Në anën tjetër labi e quajti se ka një stil shumë femror, madje dyshoj edhe në seksualitetin e ti, ndërsa në anën tjetër lundrimi u kthy me fjalë ofenduse, matrapaz. Si e ki parë gjithë të dyshe, gjithë të faktit edhe njerë po them, mbase labi është fut ma vonë edhe paka shumë po e din impaktin të cilin e ka kriju lëndrimi tek populli, fakt se mundohet mu gjujt tek banori i cili për momentin ishte edhe banori më i preferumi publikut javën që iko. Po desha të ndërlidhem edhe diçka tjetër tek pjesa e lëndrimit. Kam përshtypje se kjo si banori më i preferumi publikut pak e ka vënë heshtje. Shtëpia po kalon me një periudhë ku për momentin janë gjumë që të gjithë. Kam përshtypjen se edhe kushdo që futet tani në vazhdim, nuk është se kemi lojtar specifik mbi cilit ne mundemi mu bazu që kjo është 4-shja apo 5-shja e cila po synon me këm gullësi për më arrit finalen, që me thonë, uaj, disi po kam frikë mu fut edhe nuk po futem. Kushdo prej banorëve tjerë që do të futet edhe në vazhdim, kam përshtypjen se loja akoma vazhdojnë tjetë e hapur. Biles ishte edhe një opinion i Oltës, i ca prajme më partë, njëtën kohë ku e pozicionoj pjesën e lëndrimit edhe pjesën e Hygertës se dy lider të shpis. Është shumë herët akoma për me pozicionu dy lider të shpis, përderisa po bot fjalë, ala fillimi bingut edhe neve i dim se zakonisht lider të bon momenti kur ki ushtar mrapa në Big. Ndërsa asë njoni akoma nuk kanë ushtar mrapa dhe nuk po din me shfrytzu këtë pjesë. Më thonë, aty qalon paka shumë pjesa. Ndërsa sa i përket pjesës ofendimeve, ma mërmejnë momentin kur një person nuk din me nuk ka oratori për më argumentu ato të cilën e thot, pa tjetër shkon me kalu në ofendime. Kjo është pak munges e cila vret që është ma e theksume. Momenti kur s'ki fakt, mundosh vetëm e nxjerr fjalë ofenduse. Adeja, mendon që edhe labi ka mungesë të argumenteve dhe strategjisë, prandaj po e përdor këtë pjesë ndoshta të ofendimeve, me gjithë banorët atë në fakt. Besoj që e ka pak, po gjithë se cili e ka të e marrë parasysh që du të me luftu për vetën e të në, kështu që në këtë rast edhe labi po mundohet me një fjallë para publikut, mas shumë të me tregu vetën se që ka bëjën e unë moj me krejt, me i tregu atyne që janë ma të këqi se unë. Në këtë rast, unë ashtu po e kuptoj edhe ashtu po veprëm, po që mirë tha edhe Egzonit që të pjesa e argumenteve nuk është që po ka dhe shumë jo vetëm labi, po edhe shumë banorë tjerë, po mundohem përmes agresivitetit tëne me tregu që na jemi liderën këtë rast, po ndoshta edhe ashtu është se kemi provu në për vete, nuk është që këmë provu me qenë me një shtëpi tillë, bile për një ave, me ditë se qka mundet me ndodhë, është kogja fështirë, normal që dush me luftu, është krejt loj të ke fundit, po prap se prap dikujt i pëlqen labi, dikujt i pëlqen dikush tjetër. Lorek, në publik po potencohet vazhdimisht që labi ka mungesë të strategjisë, ka mungesë të argumenteve, prandaj si opsionin e vetëm po e sheh ndoshta bullizimin dhe ofendimin, po gjithsesi labi po ja arrin që tjetë tash e 2 javë kryefjala e asaj shtëpie. Si mendon ti këtë?
Për dallim për bigut kalun, në tresh që i kena pa, që konë shumë agresiv pej ditës parë, banorët nuk janë në gjumë këto që shka parafol se jam, po banorët e kanë një pak me strategji, pak ma shumë me strategji, për shkak se të shku bigu të rrit, banorët kanë me pa ma shumë bigat kalum, edhe kanë me pa diçka që ata mendojnë që i pëlqen publikut, edhe ata që kanë me vazhdu me lyt mranda. Labi e ka zgjedh lojën e vet me informacione që shohi për me dhez jashtë, ka arrit me marrë ato që ka dash, e kem pa 2-3 prajma që ke Labi u fol për to, kështu që nuk e di tani varet kush qysh i cilëson